nderuar qytetar, nderuar drejtorë të institucioneve, nderuar media, po fillojmë seancën e dytë të Kuventit Komunal të Kuventit 2023, e ftuar në datën 7 maj, në kërkojmë pjesë për vonesën rendin e ditës dhe të qytetarët e kemi marrë me kohë, ndërkohë kemi pjesën e marrë me qytetarët për të cilë që të rendin e ditës. Në gjatë të shqiptarit në disa minuti kemi marrë një amandament. Në seancën e Kuventit Komunal për datë 7/5/2025 të shfrytëzohet pika 7 e rendit ditës, shqyrtimi dhe miratimin për provizion e limit dhe inicimin e hartimit planit detaj regulativ të mënyrës sigurisore të marrë në të mëdha. Kemi vërtetuar në seancën e Kuventit 10/2/2025. Në se amandamentet ka rregullore ky program, ka amandament i jepet për akte të caktuara në cilën ndryshim. Po për këtë pikë, derisa është sjellë si amandament, mund qytetarët në disa momente të afrohen dhe të kapin së rreth. Para se në materialin prezent të salë janë të rrëtheni qytetarë, dhe do kemi kushte për me rrëtheni sanë. Atëherë, shëndetje të gjithëve, po unë kam dërzuar një amandament. Amandamenti s'ka të bëjë vetëm se me të që thati, po ka të bëjë me çdo ndryshim dhe plotësim të akteve ligjore dhe nënligjore edhe vendimeve që mirën në kuvend. Kështu që edhe kjo pikë e rendit ditës që ka qenë seancën e kaluar është një vendim që është marrë nga ana e qytetarëve komunal. Edhe unë e kam pasur të arsyeshme duke bërë mbarvaqjen e kësaj pike të rendit ditës në seancën e kaluar, ku e dim gjithë si ka shku kjo pike e rendit ditës, trysni që është bërë këshilltarëve edhe votimi që është bërë. E para e dyta ka të bëjë me revoltën e banorëve lokal, të cilët kanë bërë peticion për këtë çështje, kështu që unë njëkohësisht edhe e kam një pyetje për dy kryetarët e komunës. A i kanë thirrë, a kanë pas takim ndonjëherë me ata banorë lokal të cilët e kanë ngritë zërin edhe kanë bërë peticion për me sqaruar, ndoshta edhe mi bind. Nëse ishin bind ata, ishin bindur që une nuk e kisha pa të arsyeshme me dhonë këtë propozim. Mirë po une shakun pohën, nuk e keni pa të arsyeshme fare me i thirrë ata banorë, me sqaru me ata, edhe tek e fundit mi bind se jo. Është amandamenti i dytë, unë nuk e di si pikë e rendit ditës futet me prokuratari me nënshkrimin e këshilltarëve dhe jo si amandament. Amandamenti bëhet për plotësimin e pikës së rendit ditës, plotësimin e ndryshimin e pikës së rendit ditës. Unë besoj se kjo amandament i dytë i sjell nga mundërimi nuk mund ta fusim atë potencë se nuk është sjell ashtu siç duhet. Po më ndërmi, dhe pëse në të. Atëre përshëndetje për gjithë. Agim kjo është e vërtet që çdosh quje ose amandament ose pikë të rendit ose çdosh. Është e rëndësishme se këshillat e shkollës pasi janë zgjedhur në mënyrë të rregullt, edhe konfirmuar për inspektorëve të arsimit, shkollën fillore Prof. Ibrahim Kelmin në Preshevë. Dhe më thonë një javë para vitit 3, janë ndërzu edhe ka qenë kërkesa për kuvend me aprovu këshillat e ri drejtuese të shkollës, duke pasur parasysh se tani më ka skadu mandati drejtoreshës edhe ka nevojë të më hap konkursi edhe këshilla drejtuese me qenë të ri. Edhe unë kisha dashur me pyet se çdo shquje agent po do të na pas përgjigjem pse nuk janë fund këto
Këshillë drejtuese për më votu. Duke pas parasysh se në kaluar, pa marrë parasysh pushtetet që kanë qenë këshillë drejtuese, gjitha shkolla nuk e ndarë kohë. Edhe ky proces nuk duhet më ndarë, edhe i kisha lutur në përgjigje serioze ka pas pse. Në mas parti, duhet me politik në shkollë. Derisa vetëm shkollën në shkollë, fëmijë në shkollën në shkollë, nuk duhet me politik në shkollë. Se pritet. Përgjigjen ja kemi dhënë me shkrim të shkollës, nuk kemi propozim nga Këshilli Kombëtar dhe si i tillë kemi prit. Ja përgjigjen profesor. Është të përgjigje, nuk është të funksionojë. Moment që vjen nga Këshilli Kombëtar, ky emër e antarëve për Këshillin drejtues, në këtë shkollë automatikisht e funksionon. Pikërisht për këto se përgjigjen shkolla e kanë marrë këto, ama dhe këto gjithashtu kanë më mirë shkolla që i krejtë të përgjigjet e juve i kanë ndërzuar dhe ministri. Në nenin 116. Ndëgjë. Në një institucion ku puna edukative zhvillohet në gjuhën e pakicës kombëtare, antarët e organit drejtues, përfaqësuesit e njësisëve të qeverisjes lokale, emërohen me mendimin e Këshillit Kombëtar përkatës të pakicës kombëtare. Nëse Këshilli Kombëtar i pakicës nuk paraqet mendim brenda 30 ditëve, nga marrja e kërkesës, konsiderohet se mendimi është dhënë. Besoj për kapitana. Do të thotë edhe këto pikë kemi të shërbusim me votim. Ata duhet me dhënë propozim. Kemi dhe me nënshkrimet të këshilltarëve, kemi edhe një pikë tjetër të renditës. Emrimi ushtruesi i detyrës të bibliotekës Mehmet Jusufi në Preshevë. Përshëndetje për të gjithë. Pra pas bllokimit që ka nga Trezori, i cili ka qenë i motivuar politikisht, pra përsëris i motivuar politikisht, institucioni ka mbet pa ekzekutues buxheti. Prandaj është pengu funksionimi i normal i institucionit. Procedurat e konkursit janë bërë në rregull, është shpallur në gazetën zyrtare, në jetë përpunësim, kurse procedura tjera ende përpunësim ende nuk i kanë ndjekur, edhe në këtë mënyrë për mos ta lënë institucionin pa ekzekutues buxheti, ne kemi vendosur që ta ndojmë edhe një herë një ushtrues të detyrës. Kjo do ndodh deri në hapjen e konkursit, i cili nuk do të jetë mas e largu, nuk do të zgjasë mas shumë se një vit. Sa i përket kundërshtimeve, raste të tilla kemi pasur edhe më herët, kemi pasur te Moravica, e kemi edhe drejtorin e shtëpisë së shëndetit, i cili që 5 vite është si ushtrues detyre, edhe kur kush nuk gjen kohë edhe arsye më ankuati. Ai ekzekuton buxhet deri 300 milion dinar në vit, që i bie gati sa gjysma e buxhetit të komunës, dhe bëhet zhurmë për drejtorët e bibliotekës, Moravicës dhe përsëris janë të motivuar politikisht. Faleminderit. Gjithashtu kemi edhe pikë tjetër me nënshkrim të këshilltarëve, është emrimi i ushtruesit të detyrës në Tribunalin Publik Moravica në Preshevë. Është Përshëndetje, arsyeja është kemi si shëtata për kursi për problemin e një që është në bibliotekën Mehmet Jusufi, edhe për Moravicën, gjithashtu me Moravicën konkursi është i hapur deri në kryerjen e procedurave të konkursit, zgjidhet ushtruesi i detyrës në Republikën e Moravicës. Atëherë hapi diskutim për rinjën e ditës, me këto të cilë ndryshime. Disa më vjetë.
që ky pushtet e ka hup fijen. Veç pak nëse e ki diçka për but, mund të me shku, unë e kom veç që punë dhe jam. Ti mu me Jo, ti u vanove, pretëm në aty e pretëm. Shonë se jetë u bu diçka, e ki zavencin, ashtu ajo se në zonë. Ti mu që fërë, ajo edhe fundi që du ti mu hecë ka dush. Të ki shansë ti mu e ka duka me shku. Unë të bu të që Anë s'ke dojnë të kuarë me ja unë në respektoj, lidhe me pikën e minitës për folje. Okej. Që që e thash, pushimet çdo ditë që ky pushtet e ka hup fijen. Edhe kjo është një prej arsyeve pse. Të gjithë e dinë se ushtruesit detyrës edhe në bibliotekë, edhe në Moravic, i ka dalën mandatin në fund prillit. Do me thonë, edhe Moravica, edhe biblioteka për momente janë pa drejtor. Kështu që këta e kanë ditën, nuk ka qenë e nevojshme këta me prit minutën e fundit me pru propozim këtu për ushtrues detyre. Kanë shtyp pikë të rendit ditës për konkurs për drejtor, ndërsa s'ka ushtrues detyre. Bash për këtë qëllim ushtruesi detyrës është me shpall konkursin edhe me kryer mbarvaqjen e këtij konkursi. Kështu që kjo është një shkelje flagrante e ligjit shqyrtar që tu ka plot jurista, nuk e di çu që ka ikën kjo, po është me ndërgjegjjen e këtyre. Kështu që raportet e Moravicës edhe bibliotekës mujtën me dhonën ish drejtorët, mi po planin nuk mujtën me dhonën se nuk janë drejtora për momentin. Qofse votohen e mas votimit atëherë mujtën me dhonën. Kështu që kjo është, faleminderit. Për të sotim, Almin që. Abbiamo studiato inglese. Almin, po. Ti metti molto piano sempre. Po. Shëndetje për shqiptar, nderuar Kryeministri i Punës. Unë do të ngrej disa tema që janë në raport me rregullimin e punës së statutit të Komunës së Rashevës. Një nga të çështje për të cilët tash spari me sigurisë sekretari i Kuvendit ka djeni, sipas rregullës punës së Kuvendit harmonizon punën e Kuvendit në raport edhe me komisionet dhe pjesësit të gazetë Kuvendit. Unë në mbjellën e fundit komisionit që jam i emëruar, kam qenë informuar se ky komision diku me 13 shkurt ka marrë një mbledhje për të cilën kanë anashkaluar, nuk kanë këtu. Ka marrë laborime tjera, janë këtu për këtë. Dhe kisha dashur me ditën, spari unë di se kryetari i Kuvendit e harmonizon punën e komisionit për kanë nevojë këtu. Jetë në punë e kryetari i komisionit. Sipas nuk do mundet të kush me dhënë se kur e fiton komisionin. Deri më tani ne dim se për këtë punë ka atuar sekretari i Kuvendit. Por se sekretari i Kuvendit atë ta deklaruar se mund kryetari i komisionit ka thonë, s'me fëtu një, dy të nërë ka thonë, se nuk kam të ndu me thirë, nuk kam thirë, se të kam në telefon. Një antar i komisionit, nga rate dy subjektëve, ka thonë se partnerët e koalicion janë marrë vesh në s'me fëtu. Dhe unë si pas logikës, tash atër, po tash kam shpirtua dhe qëtëtar të opozitës, sa unë, vetëm i të opozitës, së me vendosë. Unë kisha dashur me ditën e kryetarit Kuvendit, spari me kryetarin e komisionit, se kemi këto sekretarin e Kuvendit që janë shkruar. Edhe ka qartësuar se cilja ka qenë arsyeja dhe pengesa, apo cilja ka qenë prapavia, pse ka qenë kjo pabesi, pse ka qenë kjo frikë. Dhe me pas frikë, unë tani por jam legalist. Unë rregullisht jam tentoj që me punu brenda ligjit, jo jashtë. Unë i kam kundërshtuar të gjitha vendimet apo koeficientet që kanë jashtë ligjit, që të kemi jashtë ligjit edhe sot. Por cilët kanë bivotuar mu për të votim, njëti komision. Unë nuk kam qenë irrituar kur kam bivotuar, se kam bivotuar çka është i ligjore.
Dhe kanë hyrë në situatë jo ligjore. Ta situatë jo ligjore, që dhe vetë kanë punu, kanë dashur me punu situatë tjetër. Kirse me kërkesë kryetarit, zënës kryetarit kuvenit me arrit koeficientin. Unë nuk e di për vetë edhe ashtë logjike. Zënës kryetarit kuvenit me kërkuan me arrit koeficientin kur dinë se Belgjanë caktu në sferash. Po kemi në vetë të punë e zënës kryetarit që ka dashur me punu. Ka dashur me inata, ka dashur me restu ligjen e tjetë problemi tia. Por mua më intereson se janë raporti i pabesisë, do të kisha ditën, që ose është pabesia nga dita dhe reagim po dumit pse kjo ka ndodhur ndaj mua. Që ose nga kryetari i komisionit të turizmit dhe na im pse kjo ka ndodhur në raport me mua, aty ose sekretari mundet me thënë se kush i ka thënë nga me vërtet, kush i ka thënë mos me ftu mua. Kjo një, çështje tjetër. Duhet të propozoj kam punë prapë me kryetarin e kuvenit. Kryetari i kuvenit si obligim e ka, ky kuvend ka obligim që mi kërku raportet të gjithë institucionet ku është të lëvizur. Siç është në rregull. Po e pyes kryetarin e kuvendit, a ka kërkuar në raport nga Këshilli Komunal ekzekutues i kryetarit të kuvendit, komunës, gjithsesi ushtruesit dhe gjithsesi kryetarit në përkosur që ka qenë gjatë kohës së zgjedhjeve. Se ai duhet të dhënë raport edhe. Unë një kohë kam pas kërkuar se keni votu, keni mbi votu të gjithë. Po, të mbështet, ne në 74 regullos punës komunit, si dhe thot, shumë gjatë, realizoj se, për mos me pas amendje, se kemi regulluar shumica, kryetari i komunës dhe Këshilli Komunal janë të obliguar që me kohë të raportojnë kuvendin e komunës sipas iniciativës së vet ose në kërkesë të tyre. E mos është pa për një herë në vetë, mbi kryen e vendimeve dhe akteve të tjera të kuvendit komunës. Këshilli Komunal është obliguar që kuvendit komunës të paraqetë raportin 3 orë mbi punën e vet. Kështu që unë kisha kërkuar, ndashta sot më nash të vonë, se ne përgatisim raportin, si kryetaria komunës, kur e ka marrë mandatin, na sa pronë përkohshëm, se zoti Shqipërimari nuk i kemi për kohën e vetë kur ka qenë kryetar, me dhamë, ndashta si t'ja morë media visare, mund me presu se ka qenë, si t'ja morë me s'kaplikim, për organi përkohshëm, dhe kryetaria komunës që ka kryer për vitin e kaluar, kanë obligim me dhënë raport se për gjithë institucionet që kanë argjuar mjetër më shumë ato të ato janë argjuar. Do të thonë, për seancën tjetër, për që ta keni në mend, se ashtë të parametrë të dojshë kena përru vetë, jo përgjohën të shkulisë ku kërtej materië. Masë jam të nëse të konfortore për me propozit që i ka dhënë për caktimin e ushtrues detyres, nuk jam për atë që institucionet mos jenë blokad. Ama për si institucionet që jenë blokad, dhe nuk kujdes jo, vetë ato drejtorë që kanë qenë. Pse keni propozuar një kram material nga keni nuk të njerë me kaluar me bajtën, as keni se keni ditë se ju kaluar mandate për blokoni. Me gjithat, kam mirë kuptim për të gjona, pse juni nuk ka interesu, ju ka nëzër punë qera. Ka nëzër punë tereni, që ju me nëzër punë të juan me seksera që keni nga për rrugë, që ka nëzër punë të bibliotekës, edhe vetë drejtorës që janë bibliotekë, edhe në Moravic, se o dashë në me i sugjeruju, neve nga ka kërë mandati që ka bojnë me neve. Unë e prapë të i përkraj këto si iniciativa, por me një kusht, që ose i plësojnë kushtet ligjore të dytë. Nuk jam për mi bloku në institucionet, që ose kushtet me të plësojnë edhe një gjëtëri se, një kjaka, drejtori institucionet, si Moravic, si bibliotekës, drejtori si të konkurëmëkorës, du të plësojnë një të kushtet edhe për ushtrues detyre. Nuk e lërën, me asë një kusht nuk një rohat nga të. E të mund që atë është nga komisioni gjithë, një qyrë dokumentacioni këtëndë, sa i plësojnë kushtet për drejtor, që në kupton automatisht që atë ushtrues detyrës, unë të përkraj të t'i votoj. Qofë se jo, unë jam të kam të penges, do të mund të t'i bajtë fësparati që për penges të një situatë. Përndirë, për diskutim, Armin Shëri. Shëndetje për gjithë, i kam dy pyetje. Emrimi i ushtruesit të drejtorit në bibliotekën në Mendjusuf në Preshevë.
për shkak të bllokadës së institucionit nga ana e Trezorit Labeza në lidhje me ekzekutimin e buxhetit, me çfarë institucioni nuk mund të funksionojë normalisht. Normal që nuk mund një institucion të funksionojë normalisht kur ju vetë keni bërë. Ju keni pas drejtorët e ju, plus shumicë keni. Shoqëri Bizoti gishta keni sa doni. Pse keni prit një thirrje të shpit Trezorit, më kallëzu që e këshire se keni me një blokadë për shkak se proceduralisht nuk keni vepruar normal. Nëse keni pas mundësi me i largu njerëz për bibliotekës, punëtorë, e që tash për u kthehen gati krejt me procedura gjyqësore, edhe për këtë kemi paguajt edhe dëme gjyqësore dhe krejt ato që keni, pse nuk keni procedur normalisht edhe me ushtruesit e drejtorit? Edhe a ka konkurs në këtë institucion të rregullt? Nëse ka, atëherë e dalet dikush nga faktoje. Edhe pyetja e dytë vjen nga shkolla fillore drejtoria në fshatin Zaratic. Edhe aty është kry këshilli drejtuesi i shkollës, nuk bëhet fjalë për ata 3 që po arsyetohen nga KNSH-ja që duhet me prit 30 ditë me u përgjigj KNSH-ja me emrat e vet, por bëhet fjalë për anëtarët nga radhët e prindërve. 2 prej tyre janë me afat të skaduar, kërkesa ka ardhur në zyrën e Kuvendit, pse nuk është procedur edhe kjo si pikë e rendit të ditës. Nëse keni edhe për të përgjigje. Veç me KNSH-ja mos drejt. Sorry, sorry. Fillimisht ndjeni kishardhje që një orë së relatën e korridoreve komunës këshilltarët, ndërkohë që seanca ishte paralajmëruar me kohë dhe s'kishte asnjë arsye pse të punohej. Ashtu edhe e kanë zgjedhur si praktikë që seancat e Kuvendit Komunal të ftojnë një herë për 3 muaj dhe shkon si mos të adresoj kritik ndaj mbyllet e Kuvendit, që të dytë janë doktora edhe të tregojnë një lloj pavarësie menaxhimit që janë gjendje një seancë brenda 3 muajve me organizu dhe ai ma të vetu për qytetarët edhe pjesës shumicës se për të pozitës nuk është se kërkon një të respekti për ju. Tash, kjo seancë është shtuar limitet e gati 3 mujoj me një dokumentacion kaq voluminos sa i bindur jam që kryetarja e komunës jetën e vet s'ka lexuar kaq. Ose mos e paraqitoj, tash edhe ka lexuar. Me rend ditës ku pikën më të rëndësishme, ku kjo pikë, gjitha në pikët tjera janë derivati kësaj, ribalanci e lënë pikën e fundit. Ndërkohë që ribalanci do duhet ishte pika e parë, edhe dalë zvoja të sqaroj se cilët janë arsye pse ka ftuar për kjo ribalanc, edhe pastaj të harmonizojmë me pikat tjera që i takojnë Kuvendit e që janë në rregull. Pra, me pak fjalë, po dera janë në fund që kom thënë nga dita. Ky pushtet është pushteti pa aftësisë. Kur them pa aftësisë, ju e keni parasysh për të bërë fjalë, s'ka nevojë m'ia thonë emrin, dihet. Dhe pushteti i nepotizmit, i familjarizmit dhe i dëpunëve për vetë. Prandaj ka një vit këtu që e ushtrojnë pushtetin lokal në një ambullik totale ku 2 punë vetëm e kanë bë, e kanë ndruat të pijen të stadioni, edhe një bonare hapën të plikë. Ju dini sa e për një kryetare ka një bonare hapën të plikë. Dele për uran, se duket të mërë mësysh mas 2 javë s'ka pitë. Që mu s'dilë, dhe ishte
shtere, se ka liu për në thonë ku shkon nuk delu. Tash, propozimi im është që pika e fundit e ribalansit që jetë pika e pare e ditës, se është më rëndësishme. Ju besoj, mundi mos me pranu, po është e arsyeshme për gjithë për juve, ki propozim nuk është tendencios, është propozim racional, zotëri kryetari kuvendit. Zotëri Aser për ato çfarë nuk të kanë ftu ty tjerë, të se të kanë ftu. Se e dhe për mbaqen e ditës. Pikërisht kiza vetë kryetari ja ka ullë koeficientin para se me fillu, tash ja ka rrit koeficientin se ty dohet për numër. Unë Armetin e kam shëqë dhe kërkesa Armen shkjen taktike mirë. Ty u dash me bo kërkesa për me bo kryetar kuvendit. Jo me ta rrit pak, se sa frikacak janë ardita dhe rakuri kryetar kuvendit qimbo. E këshin hek agimi sukur që hek është me të. Ama u ku e ditë, ashtë e po kënaqesh me të bashkë. Gjithë se se, është qëshja e jo, që është mirë me mbrojnë për vota për cilët i e thirë e i bërë, është qëshja e jo. Shtu që, zotëri kryetari kuvendit, propozimi jam ishte qartë, pika e fundit, që është ribalansa dhe që është pika e më e rëndësishme, duhet të pika e dorë. Vlerësoj që si mjek kash racional jetë që e kupton peshën e kësaj. Dakor? Agim, a bajnë edhe me? Agim. Në pozitë, kuptohet ki me pas edhe sukune, ki me pas edhe me mutën e njerit shapojnë. Në prit njerit për këtë qëtarve këtu. Me dalë, s'ta misa liu, me më thonë muaj, në janë 3 muaj për masemanca. Kur shapoj që ma... Çdo dy javë, ka të djerë në muaj të njerit. Se për këtë rëndi ditës, për mu, unë i konversu që jam të kjo renditje, ashtë qysh ka në administratë kuvendit, po me du se se cilja pikë është të rëndësishme, edhe pse në të narim kretarja dhe një funcionës të kemi. Deri që të pritë, se cilja pikë e ka rëndësime dhe. A është e fundit, a është e para, ka më bone ka. Edhe për balans, edhe për si cilja një pikë të rendit ditës. Kjo, në të du muaj, në janë 3 muaj, në janë 2 muaj. Edhe një më kalëzua aftësinë, sa mine. Ate? Ska kuptim. Unë nuk kam në gjykur të sa i ra si mjek, po të je kryetar kuvendit dhe unë jam opozit, dhe opozita është institucion. Ti mund është në ma diktu se çfarë mendimi kam, me lajë në zotë që me të përqy mendimet e një tua. Po na jemi këtu edhe për balë qytetarë dhe njerë që nga dëgjojnë edhe se cili ka besoj asy dhe veta. Njëri. E dyta, ditën e parë kur i zgjedh kryetar kuvendit e keni vaj ngërçi se kuptoj as vetë ku dy çfarë padurinë. Edhe gjithë sytë te shefi apo të shon mesazh as për çfarë. Lirohu pak se opozita e ka drejtën e fjalës. Njëra telefonë e kështu sa ka çu shefi. E dyta, mos ti po djeg, më thonë se vërtet. Nuk jo më leson instalim me shkumë morën aty nga shefi. E dyta, shefi këtu për pas. E dyta. Shef, ja durimin minimal me të gjuhën, do të thënë sjellë politikë. E dyta, është e vërtetë që nuk më qenë kryetar kuvendit, edhe kryetari kuvendit nuk është bëj post i madh, është një mes të bardhë, një. Edhe ka pas arsye se në kohën kur unë kam qenë qeveri, se zakonisht kemi pas krizë më të. Edhe kjo ka qenë. Kjo ka qenë një nga arsyet që ka pas raste, po 3 muaj mës me arrit me organizuar se anë zëtë mund. Faleminderit. Të punë paseancë. Unë e bore vetë kam sulmuar Sarmin edhe Shqipërinë. Ta kam qenë kundër atyre kam qenë shkator për në ratë. Po si afari as juve. Po se kam thirrë në 3 muaj kam seancë, po duhet tash me mojtë kusht 3 muaj seancë.
na pru neve një gratë material që mos përdi njerës, mos për paskua se s'ka nëse punë, se si në ty pagujt me rogë, se në shqini jo të rogë, dhe tjertë qëtarë kanë vakë të ullë me ditë me letu, kemi mujtë në zimë të seansa për këtë kohë. Që që këtë salon në lipa për një për ty, lipa për një për naim si këtë komisioni, lipa për kryetar korrent për administra për arditës. Pse pabesinë kanë pas, kur ja kumbohen nishin shërbime që sot merit që një pjesë të janë këtu edhe shëltarë, edhe këtu që janë kushtet, është e jenë. Dhe është e pa drejt për një pjesë që ja përngan ka shku në pozit, para kohës, një vjetë për para, kanë të shka këto rëndës. Pabesinë tash, ma shpindës me mëra ardit, ti, na imi kryetar komisioni ashtë, dush me në të kërë fërtore, se mund ka thonë se marrëveshje partnerëve të koalicionit ashtë, radmisë e ardit për më sërstu. Jole, edhe, por të kësha lu si këtë tje i kredit, nuk jeve se i pozitës. Lutna, edhe sërë se dush me marrë fjallën ti fërtore. Ajo më sot të vyjit i për të numër. Edhe qështë, dola për tjetër, përmendje kotes Sami se thasha. Jo qëtër, që më tha Samia që për armendin e kam unë, thash legalist kam tjenë, unë jam që të polët 4 ditë, me apo proces fa kanë qenë. Jo me në shkumë me thonë me ban kërkes, ta që të kërkes sa dojmë nga me të abon, armija sa dojmë një arrita me zorë. A kofisit e në vetë me po sa dojmë vetë armija sa të kretarës komunë, si kam qenë kundër atë. Po fajtona pjotë si që me prodhin Samijës, që rebalansi për pesën që e ka, ashtë, nuk di që ka të fatë, vendimi që rrikim ma me nënësi, ashtë se bugjeti komunë për apërruat, ashtë solidaritet, ashtë i kreve ki bugjetë. E që adashtë, dhe mund të propozojmë që bike parë njërë qëtarë, edhe ma të fresë, edhe ma të koncentru njërë, edhe ma serios ashtë diskutimi, edhe vrejtë që kipën njërë, nuk jam që njërës a priori që sojboj njërës pa argumente, që tjetë bike parë e njërimis. Zoti kreta, tjera dit e banë realitin e pikeve të renditës. Jo që shkenë rrata të. Nuk e ka rendin e një fond humanitar, biblioteka, fotografia që në kanë pru me bugjeti. Da fratë në mu përbëzoj që pike pare në ditë si jetë rebalans bugjeti. Jam i sigur se njërës tjetë edhe më mërë se redhë që ja kontribut ma të repër, që të përmisoj që tjetë maj miraj përbëzim për rebalans bugjeti. Shëndetje i nderuar kryetari të vendit, më kryetar, sekretar të nderuar qëllëtar, drejtor, kam kënaqësinë që sot t'jem këtu para jush. Unë dola një përgjigje për zotri Naser Hazirin. Respekti është maksimal, respekti ka qenë dhe është reciprok. Nuk nëse është bërë ndonjë gabim procedural në komision, normal që të duket në të ardhën të kemi parasysh ose të mirë masat të përmirëson ato gabimet e mundshme nëse janë lëshuar, ndërsa sa i përket pikave të tretë ditës, unë respektoj propozimin e kryetarit të kuvendit, se për këtë arsye edhe nuk është çfarë të lloj pozite, por nëse edhe kryetari i kuvendit vlerëson që rishikimi i buxhetit, rebalansi duhet të jetë pikë parë, por mua personalisht nuk do të jetë asnjë fije problemi, por gjithsesi unë do jem këtu deri në qoftë se edhe nëse zgjatë seanca kuvendit sot, nesër ose deri në pafundësi sa do që të zgjasëm jam këtu. Një muaj, edhe nëse zgjatë një muaj, unë do jem këtu, do t'i ngri aktivitetet tjera të cilat i kam të parapare dhe agjendën të cilën e kam të ngarkuar, sepse obligimi dhe detyrimi është shumë i madh për të raportuar para kuvendit, para juve, këshilltar të nderuar dhe para opinionit. Kështu që ju e personi, por sa i përket këshilltarit, Naser Haziri, respekti është maksimal, nuk është bërë ndonjë pabesi. Nëse është ndjerë i tillë, unë do i kisha kërkuar falje nëse mendon se është prekur në atë mënyrë siç që ka prekur, nuk ka qenë ndonjë tendencë e tillë. Por nëse edhe komisioni pas ka lëshuar të një gabim, ose të përmirësojnë, ose të thirrë edhe një herë mbledhje sa i përket asaj pike të mundshme, se nuk po i di detajet, besoni, nuk po i di detaje, por ka kohë që të përmirësojnë edhe ato gabimet të mundshme, apo edhe të thirrë edhe ndonjë mbledhje tjetër e atij komisioni.
por edhe për këtë kryetar Kuvenit, ta vetë ty si të vendosë se respektoj, kam respektuar propozimet të cilat ke ardhë si partneri koalicionit të konsultuar me mua për pikët e renditës, kam respektu raditën si që ke bërë, kështu që pra ta le ty si do që ta vlerësoni te si kryetar Kuvenit dhe këshilltarët. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë. Unë jam kryetari i komisionit. Kryetari i komisionit dihet çfarë rëndësie ka, çfarë atë. Për çdo gjë që vjen në komision, koalicioni vendos. Për çdo gjë që vjen në komision, koalicioni vendos. Po vjen keq. Kush me thonë tash ka të ndalë i drejtu, nëse faleminderit shumë, kemi tentu me të thirrë telefon, s'unë kena marrë telefon. Ashtë mbaj e ki procesin, i ki krejta në komision, krejt në mënyrë të rregull të ashtë në komisionin. Edhe për përsërit, çdo gjë që vjen në komision, vendos koalicioni. Pasi të vendosë koalicioni, na vendosmi komision. Njerë, ka që kam për me të thonë. Asa që kam thonë kështu, apo ashtu, si janë vërteta ato. Nuk janë vërteta, komisioni e ka mojtë mbledhjen, është procesi krejt në mënyrë të rregull. Vazhdem. Unë e përklarim nëse i ti nësi direkter, kryetarës për mund është shka tha. Nuk e kam nësi fjallas me shtuës, me ek shka tha, në të këse ashtu, po i këtu mi besu, si që ashtu ashtu. Ty në ishë besoj. Ishë besoj se ti po thu koalicioni vendos. Shka më s'kam me thirë. Kam me thirë në lidhë. Me thirë thash, du me thirë, s'unë kina morë lidhë. A nësi ke morë lidhë? S'unë kina morë lidhë. Ajde të në timët, kush ka dash me thirë? Po unë edhe... Faj me trametin dytë, gjeje, ku ki dash me thirë? Po në rregull nëse, në qofë se nuk ka dyshon diçka, vazhdojme procedurën. Këtu ka dyshon sincera. Jo, vazhdojme procedurën. Qaj po thëmë komisionat e kusë pëdu të asalo këtë probleme e banë. Ti thuj ma mirë, na kemi dash me bo manipulime, ti si kryetar komisioni. Kur farë manipulimi? Kemi dash e keni qëllë gjallë sekretare në shti bagatera se kje vamet sa administrativu ka. Kur farë manipulimi? Bilim ndash e ma tepër, adite ndash kam do publik, kërtuaj fali publik edhe antarët komisionat dhe ati për ato që adite që, po me vetë faktin e ka ju vetë të probleme, se atë të ke, më ka thonë kryetari komisionit, s'kemi mojtë mbledhje, njerë të s'kemi mojtë mbledhje fare, kështu tash më duhet kom për qytetarët me qegorat. Njerë, për kryja kemi mojtë mbledhje, s'kemi mojtë fare mbledhje. Ta i sigur, ta nuk jam i sigur. Pe kështu të jeto, ta pas kemi mojtë mbledhje, pëse s'u më këthirë, sa po kryetari komisionit mos kam mbledhje. Tretën, dy tjerë komision si ka qenë një nga ato, këto bëjt nuk ka që dhe i pobje këtë dëshës ka thonë, partnerët të koalicionit do si kanë të zgjërë mbledhje, e janë marrë veqës. Edhe këto mund kanë irritu ma shumë, jo për tjetër mund, që qarë vendimi ke marrë, ti ke mund me 4 një 3 një, mund me votuar me vëllonet, me birotu, nuk kam pas për zhotë kese. E të nuk jam qenë nga mbi këti komisioni, a me këti kodhenat e tamam puna, nuk kam pas arsy pëse me mshefi, kjo ka qenë ma shumë kalë jo për tjetër. Vetëmi njeri e që s'kia misi me mua në asërë. S'kam në gu. Po bërë me procedura, vazhdoj procedurën që të më djëqme. Vazhdoj? Po zotin, po që... Vazhdoj, si ti së të vazhdoj. Po, vazhdoj. I qimi kamerë. Vazhdoj më radhë kamerë të kranë. Si di, kam informat të kreshtë. Po vërë më letë, s'kam bici e që shtu? Se këti, po ma në shëllë mu, Përëndimi i ushtësit të detyrës së drejtore. Unë jam kundër kësaj për shkak se njëre për gjithmonë të abim një standard që të jembrojnë drejtorët cilët i japin një mandat 4 vjeçar. Se këto kushifët kjo punë që shkon shemë në Dallavera, nuk shkon se ata punëtorë shemë në vujnë atje, nuk mani i paga. Këtë që shekin i zgjidhër me drejtorin e tendës sportive, shtëpis kulturës e 8 marsit e pse mësë me edhe një mandat 4 vjeçar. Ka bërë një standard, qdo subjekt, qdo pushtet, që t'jene, i gjenë një adekuat që jonë, i plëcojnë pushtet, ta ngrojnë e drejtorin. Në shkojnë kështu gjithmonë, jo shtyje një vjetë, jo 2 vjetë, jo
so mirë edhe për institucionit. Sa I përket shtëpisë Shëndetit, kolegit deleguar, ato duni me marrë masa ju. Se a institucion udhëhiqet nga Ministria e Shëndetësisë. Hiç më larg se në organin e dhunshëm, kryetariu I ka dhënë donacion atë institucioni mbi 100 euro. S'ka pas drejt. Dhe ka një farmisi, aty po shkreka. Të me japu suqika. Ta është që shmi shku me prish qerania. Këto duni ju me marrë masa. Se mbi 100 euro në organ, pare jo. E ki ngatë, vetëm. Po e di që të në përgjegje, si që përma. E dyta, sa I përket çështjes ti problemi me Naserin, e pa në përgjigjen qesharatit për e pas. Zëti Naser, këta puneja kam frikën këta dy. Ta e mbulin frikën më shpitës. Kjo është arsye. Edhe unë ju garantoj me jetë se kryetarja komunë, sa dita, si nani, si ta dje, se shatë të ndollë komunë, unë me jetë ju garantoj. Kryetarja, sot më qarit. Ti si ta dish, që shatë të ndollë komunë, ti e kini të mirë. Me e kryetare, mos me ta prish, kjo manevron, ti të sham një dhonë përgjigje një. Veç të me kryetare, na kina me zjedha artitës. Kina me dhonë një propozim, mis fotografia, veç atë sukses ki që të pushtet të lumët. S'kena me ta prishtë, valoj. Se kime një kryetari shumë dukur. Për ki kompliment. Shtro që meni masa, mos qoni drejtora, se punëtorna për instituciona, jonë parol, veç se ka të nuk. Kanë njështë obligima, kanë kredia, I dim që shkojnë ato punë. Mos bojnë, mos bimë ata pre e pushteteve ose të kuvendit ose të politikës. Falenderit për diskutim tjetër. Atër, para se me jetë do të temë pikët të shtesë për vendin e ditës, për procesuari lokali për shkrejtë, për atoj procesuari lokal, atër do të temë, kush është për? Liste të për, mundër? Ska, abstenim, ska. Ata konsultoj se proceduari në një e së tash, fillovisht kërën çdo pikë që me propozon të ushtuar në ditës. Kush është që si pikë rendit ditës, si pikë 26 të futet e ndihmë ushtruesit të drejtorit të bibliotekës Mamet Yusufi në Preshevë. Kush është për? Liste për për kundër? Ska? Abstenim? Ska. Konstatoj që si pika 26 të futet në ditës pika e emrimit të ushtruesit të drejtorit të bibliotekës Mamet Yusufi. Kush është që si pikë 27 në renditës të futet emrimi ushtruesit të drejtorit në ndërmarrjen publike Moravica në Preshevë. Liste të për, kundër, ska, abstenim, dërpar. Konstatoj që edhe kjo pikë mund të si pikë 27 në renditës. Në vrejmë amendamentin tonë, në të sënë jemi që shëvotojmë se në bështës jelëm... Se në votuar, një, ka ju këmba. Ja është qizu? Nëse shtash me shtim pikë të rendit ditës. Njërë, nëse unë e spjegova shilë e komtarë, nëse 30 ditë nuk je përgjigje, do në ju me që e më patja. Ligjerisht. Besoj sansën tjetër se kërë që ka përfusit, të marrë dhe... Është e emrat e ministria, okej. Emrat e... Edhe për cërostit. Në meti, ekselën, shumë e pasore. Nga mush, që të thonë e mirë. Në dorit. Që më janë që ta kanë, atje që kanë vistirë. është amendamenti disa momentit, kush është që
Kjo pikë futet në renditet. Kush është kundër? Sa i përket rebalancit, ndryshimin e rendit, unë mendoj se kjo pikë duhet të jetë aty ku e kemi paraparë. E hedhëm votim nga këshilltar, nëse mendojmë që ka të vota më shumë. Kush është që rebalanci të jetë si pikë e parë e rendit ditës? Kush është kundër? Ai ti pari kundër, i vjet ata. Hedhëm votim rendin e ditës me këto si ndryshim. Kush është kjo? 23 për kundër, s'ka abstenit nuk. Konstatoj se rendi ditës me 23 vota për aprovuar. Në fakt që për në rend për reagoj, po mas të përse në rend ditës ushtruste e tyrës, ishe mirë komisionin fjallë atë shka kërkohen i shqyrthun a i plësion kushtë i gjoreve. Dhe me i raportu provenit në qëfar dispozicioni po vinë konkurencë. Se për ushtruste e duhet mirë, njëtë komisionet duhet mirë me shqyrthun. Në nga ditës, ka kërnash urgjenca në nga ditës mund të komisioni me la mirësim.